kjo shkelje e rëndë, praktik e pazakont, është sjellje e mbrapsht politike për cilën nuk kemi arsyetime. Tashmë kanë shumë të qartë se kush janë bllokuesit e vërtet të seancës konstitutive. Kryesuesi që rastis të jetë më i vjetri në moshë, rastis të jetë nga partia e parë, pa të drejtë kundër praktikës kushtetuese, kundër rregullorës së Kuvendit, ndërprerur seancën e sotme, ndonë se kishte kvorum të mjaftueshëm, ndonë se kishte kushte për votim të raportit të komisionit verifikues. Sinqerisht, është përkeqësardhje kjo praktikë e re bllokuese e kushtetueshmërisë së Republikës Kosovës, institucionit më të lartë dhe nevojës urgjente të popullit të Kosovës dhe Republikës Kosovës për të pasur institucione sa më parë. Edhe një herë, kjo shkelje e rëndë, praktikë e pazakont, është sjellje e mbrapsht politike për cilën nuk kemi arsyetime, por gjithsesi do të ndihemi pas 48 orëve për shprehur sërish qëndrimin tonë të njëjtë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kjo çështje është shumë e qartë. Presidentja, po dhe rregullorja dhe kushtetuta e Kosovës ka sjellur çështjen në seancën e Kuvendit të Kosovës, në seancën plenare. Ky është institucioni më i lartë i vendit. Këtu mirën vendimet e vendit. Këtu duhet mirën vendimet e vendit. Për pasur vendimet e vendit, duhet të ketë të drejtë votimi siç ka paraparë rregullora dhe Kushtetuta e Republikës Kosovës. Kjo drejt u mua sot 100 deputetëve prezent në sallë, kishte kushte për votim, do duhet votohej dhe më pas vendimi final do të merrej nga votat e deputetëve të Kosovës. Ishte e padrejt, është jo praktike pazakont kundër rregullorës. Kryesuesi duhet të lexojë skenarin, i cili është i shkruar, është standard, nuk gëzon të bëj asnjë haptutje, as konsultime. Ne gjithsesi morëm pjesë në konsultime. I tham që të vazhdoj seancën siç është e paraparë me rregullorën e Kuvendit dhe kështu të vazhdojmë tutje me zhbllokimin e Kuvendit. Besoj që herën tjetër dhe mikrofona do t'i rregullonin. Ju faleminderit shumë.